Sot më 29 prill u përkujtua 82 vjetori i luftës dhe djegjes së Karbonarës gjatë luftës çlirimtare nga forcat pushtuese. Pas kolonjës u doq Karbonara me 370 shtëpi, pasi ishin fshatrat që i kundërshtonin fuqishëm pushtimin e vendit. Për të nderuar e respektuar veprën e të rinjve të rejave si Mexhit Çela, Ahmet Shabani, Nuri Shabani, Esma Dervishi e të tjerë që dhanë jetën për shlerimin e Lushnjës dhe Shqipërisë, u mlodhën tek lapidari përkujtimor për dëshmorët, pushteti vendor, veteran dhe qytetar. Ashtu si çdo 29 prill, edhe sot, mbas 82 viteve, ne kemi ardhur këtu në këtë monument për të kujtuar dhe për të nderuar me mirënjohje të gjithë ata të rinje të reja të popullit të Karbonarës, të cilët dhanë jetën për çlirimin e Lushnjës son dhe për çlirimin e Shqipërisë. Roft populli i Karbonarës, lavdi dëshmorëve të atë dheu. Sot në kujtim të 82 vjetorit të luftës së Karbonarës dhe të djegjes së saj, përulemi me nderim dhe respekt të veçantë para këtij populli të ri me patriot. Në fund të vitit 42, Partia Komuniste i bëri thirrje mbar popullit shqiptar të ngrihej i organizuar në një luftë të pandërprerë kundër forcave pushtuese dhe tradhtarëve të brendshëm, të bashkuar me ta.